Turizmi kulturor, por dhe ai natyror shihen në qarkun e Beratit si një perspektivë zhvillimi. Prefektura e këtij qarku, që përfshin edhe Skraparin dhe Kuçovën, po nxit programe në këtë drejtim. Ndërkaq që sipërmarrjet private në zonën muzeale po zgjerojnë kapacitetet pritëse për turistët e huaj. Korrespondenti Raimond Kola në materialin e tretë të ciklit për qytetin e Beratit flet për zhvillimin e këtij sektori që duket se është në hapat e parë. Turizmi kulturor, por dhe ai natyror shihen si një perspektivë e zhvillimit ekonomik të Beratit. Krahas monumenteve të qendrës historike, qarku i Beratit, që përfshin edhe Kuçovën dhe Skraparin, ruan pasuri natyrore që mund të shërbejnë për nxitjen e turizmit të tipeve të ndryshme. Parku kombëtar i Tomorit dhe kanjonet e lumit Osum që tani tërheqin një numër të madh vizitorësh. Prefekti i qarkut të Beratit, Tomar Umnishi, thot për Zërin e Amerikës se është në programet e zhvillimit nxitja e përmirësimit të infrastrukturës rrugore për t'i bërë këto zona më të vizitueshme. Detyron njësitë vendore që të i kushtojnë më shumë vëmendje përmirësimit të infrastrukturës së brendshme urbane të qyteteve dhe të fshatrave, me qëllim që të kemi një shpejtim të procesit të ndërtimit të infrastrukturës paralelisht me investimet themelore të rrugëve nacionale dhe me investimet të njësive vendore. Prej disa kohësh organet vendore dhe ato shtetërore në Berat po nxisin edhe krijimin e një trekëndshi turistik mes Beratit, Gjirokastës dhe Butrintit. Kjo pritet të konkretizohet sipas tyre nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore të boshtit të jugut që lidh Beratin me këtë zona. Në segmentet e parë që janë teknikisht më të shpejta për të ndërtuar, do të fillojë së shpejti mbase edhe këtë mandat. Ndërkaq në qytet po vijnë re iniciativa të rritjes së kapaciteteve turistike. Hotelet kanë nisur të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve, ndërsa restorantet po përqendrohen në rritjen e kapaciteteve pritëse. Thoma Miho është një sipërmarrës në këtë sektor që ka ngritur në lagjen historike Mangalem një restorant dhe një hotel. Unë jam shumë i kënaqur deri tani në zhvillimin e turizmit të qytetit tonë. Ka ngritje shumë të madhe. Dhe e them këtë sepse shikoj na vit ndryshime në lidhje për turistat që vijnë. Thoma i thot se është optimist për zhvillimin e biznesit të tij dhe përmes një kredie bankare, ai po restauron një objekt dhe po zgjeron kapacitetet pritëse. Sipas vlerësimeve jo zyrtare, rreth 15.000 turistë e vizituan gjatë vitit 2008 qytetin muze të Beratit. Vetet pikërisht vitit 2009 që të provoj optimizmin e zyrtarëve vendor këtu në qytetin e Beratit për një rritje të fluksit turistik, që tani vjen re interesimet e agjensive turistike ndërkombëtare dhe pritet që viti 2009 të shënojë një fluks të veçantë të turizmit. Për Zërin e Amerikës nga Berati, Raimond Kola.